What the fuck? Tani kemi arritur në pjesën e programit ku është intervista me VIP-in e javës. Dhe këtë herë kemi të ftuar një prej vajzave më të dashura për publikun. Ajo e ka bërë daljen e saj të parë në Përputhen, më pas e kemi parë në Big Brother, tek Piranjat dhe së fundmi është bërë nën. E ftojmë në studio ku Gjash në studio Mikela Pupa. Publiku në studio. Shumë faleminderit për Hello, ftesën. Mikela. E vlerësojmë sepse ke kohë pa bërë dalje televizive apo jo? vite. 2 vite. Dhe Wow. rikthesh në What of a Show. Faleminderit. Faleminderit Se kjo juve për shkëputje ftesën. në radhë të parë. Sepse Ngela Shtaxhan Gjeli Robi Shtaxhan. isha tek kur kam qenë gjatë kohës që kam qenë tek Piranha, u fokusova shumë për të më parë njerëzit në një mënyrë tjetër, pra si gazetare, profesionin që un kam, dhe nuk doja më të bëja dalje publike për të folur për jetën time private. Pastaj erdhi bebushja dhe preferova që ta mbaj pak të pjesën larg kamerave, pra të ndaja me rrjetet e media sociale ato që doja të ndaja, por jo në televizion. Tani besoj që ju ishit fiks në momentin E vërtet. Ti e bërë nën në datë 11 nëntor. Atëherë kur ka nisur dhe Andale, edhe what the fuck, dita e parë. Transmetim atë ditë. Dita që lindi Po, javë. si Ka ke qenë ditë e përjetuar ti bekuar. atë ditë? Dita më e bukur, nuk besoj që ndonjë nën do thotë të kundërtën. Ka qenë pak me frikë, por dita më e bukur e jetës time dhe është një numër shumë e fallshëm, prandaj ju keni pas kaq shumë sukses. Po, 11. Dhe urojmë ta Si kemi. është ndjesia e momosis tani? E ka ndryshuar jetën tënde? A është e vërteta kush ka vajza botën ka? Tani kush ka vajza botën kam, duket është më shumë për baballarët, se aura se? vdes për babi. Për babin e vet. Mua më shtyn dhe përqafon vetëm diklën. Ndjesia më e bukur në botë, momenti që ti dëgjon atë qarën e parë të fëmijës, të ndryshon jeta patjetër, por është një ndryshim shumë i bukur që nuk e dija që më ishte dashur kaq shumë. Tani kur thua është e lidhur pas babait, bësh ndonjë çik xheloze? Shumë. I thua për shembull, ore unë dua çunin tani. Jo dhe mbajti gjithë ditën. Të do ty. Cila ka qenë fjala e parë që ka thënë? Hajde. Hajde. Zakonisht thon mam, bab, Hajde. bab, hajde. Me Hajde dhe kërkesa. Me kërkesa, absolutisht. Mikela, si ishe ose si reagon ti ndaj komenteve se ne shqiptarët vdesin të komentojmë në rrjetet sociale dhe sidomos vajzat e arrira të showbizit të cilat bëhen nën dhe i gjejnë këtë si shkas për të komentuar negativisht që pse u veshë kështu, pse shkon në party Tani e etj nën, je etj. mami, ke një fëmijë. Unë me komentet jam përballur këtu e 4 vite përpara, kështu që tani shqetësohem kur nuk kam më komente negative. Bles momentin që linda ishin shumë njerëz të dashur, thosha ore ça po ndodh. Pastaj shifja aty uasa shëndosha, okay, jemi në rregull Jemi në rregull. Jemi në rregull. Mikela, unë doja të ktheheshim pak pas në kohë dhe të nisim me piknisjen tënde, me eksperiencën në Përputhen. A ka pasur diçka në cilën ti e penduar në atë program? Jo, asgjë. Unë nuk Asgjë. jam njëri që pendon, vërtet jam binjak dhe si binjak si që jam, si binjak që jam nuk i mendoj shumë gjatë gjërat, jam shumë spontane, por nuk bëhem pishman, sepse çdo gjë ndodh për një arsye dhe gabimet që ti bën do mësosh dhe nuk do i bësh më. Çfarë ke mësuar nga Përputhen? Për mua ka qenë një mundësi shumë e mirë, me thënë të drejtën, Okay. dhe pse nisi pa dashje. Se pandoshe nuk Unë kam aplikove? hyrë për, e kam thënë dhe më përpara, ka qenë, kam hyrë për, si të themi, s'kisha çfarë bëja dhe doja të bëja xheloz ishin dhe hyra në Përputhe. Ja, Çfarë bëni rrite? një ditë të bukur? Ja, rrita se më pranuan direkt, nuk e prisja që do pranohesha, po si eksperiencë mua më vleti jashtëzakonisht shumë dhe jam mirënjohëse atij A të programi. shkruajti ndonjëherë më mbrapa ishi pas eksperiencës tënde televizive? Mund të them që hera e fundit që e kam parë ishte në Sundance këtë vit edhe më uroj për vajzën. Kështu që i keni raporte të mira. Të mira, okay, Tani për nice. Përputhen e kemi edhe një merak tjetër që shekuj me radh flitet, por nuk është vërtetuar ende që Olsa Muhameti atëherë bën të skenare. Është e vërtet? Tani unë kam qenë një nga ato personazhe që i dilja nga skenari. Sepse Do unë të kisha thënë ka pasur skenari, një unë kisha skenar. skenari në kokën time, pra e dija ç'a shiste, e dija ç'a bëheshte show, e dija ç'a donte programi dhe e bëja pa ardhur koha që të ma thoshin Pra, të tjerë. A ju, më fal, po a ju detyrojnë vajzat të dilit nuk ka me pas, dikë ose nuk ka pas detyrime. Pra, ti shikoshe që supozoj mund të ishit një çift shumë i pëlqyer nga publiku dhe normalisht ta jepte si sugjerim, shikoje, provoj një si alternativ, ti e di.
Unë shikoja para se të arrinte deri atje Ta dhe shifte buja dhe ishte produksion. wow, kjo puntata është shumë mirë. Kur ti e ke një çika televizionin, Ato nuhatjen. A ruan kontakte me pjesëtarët e përputhen në atë edicion? nëse i shoh përshëndeten, po miqësira jo, nuk kam. Ndërkohë, eksperienca jote pasardhëse ishte hyrja në shtëpinë e Big Brother VIP dhe në atë periudhë ju fute bashkë me Efin, shoqen tënde. A Si je një penduar lojtari që u vetëm. fute dyshe në atë moment? A mendon që ishte një vendim i duhur? Nuk pendohem, me thënë të drejtën, siç thash dhe shpar jam njeri që nuk rrjevar shumë mendjen se pse ndodhi si ndodhi. Dhe më pëlqen që ndodhi ashtu, sepse më vonë koha tregoi edhe shumë gjëra tjera. Po, sepse jeni bërë unfollow, kemi parë me Po, thjesht nuk Efin. kemi më asnjë lloj kontakti. Pra nuk Tani jeni do më të shoqe. ndaleshim po, me çfarë ka ndodhur me Efin? Se ne kemi parë që jeni Po, unfollow. nga dy shoqe kaq Nga dy të ngushta shoqe, që u po. futën dhe në Big Brother VIP bashk, a ju ndau Big Brotheri? Jo, nuk na ndau Big Brotheri, njeriu nuk të ndan një edicion apo nuk mund të ndaj dikush nëse është një marrëdhënie e sinqertë, e fortë dhe e plot, le të themi. Nuk dua të ndaloj shumë te kjo pjesa, gjëja vetme që mua më vjen keq është kujtimi i fundit që kam me të, nuk ka qenë fare i mirë dhe kam qenë shtatzan. Dhe është e vërtet ajo që thonë të gjithë gratë shtatzan që si të sillen njerëzit në atë periudhë s'u da harrosh kurrë. Vetëm kjo është e vetmja gjë që mua më ka ngel pak, por që ju uroj më të mirat dhe të ketë sukses në jetën e vet. Por në rrugë të absolutisht. ndara tashmë. Patjetër. Nuk e di pse Patjetër. pse u emocionova tani që të këtë, sepse edhe unë jam zgënjur shumë në shoqëri dhe ndoshta kemi këtë gjë të Kur përbashkët. shiko, e thon është një shprehje vjetër që thon kur të kesh lekun edhe famën, i kupton vërtet njerëzit se kush janë. Kështu që Me këtë i the të gjitha. Say no more, thot amerikani. Tani kalojmë tek një eksperiencë tjetër, të cilën me të thënë të drejtën unë u habita kur të pash Po. tek piranjat. A ishte e guximshme ky hap që ti more për të qenë një gazetare tashmë në profesion, por edhe në Piranja ku është nuk është shumë e lehtë. Pra ti është shumë përballesh intensiv, me duhet të njerëz. bësh kilometra po, vrap. po. Unë jam njëri shumë energjik. Domethënë këtë kam treguar kudo në daljet e mia, në emisionet, në çfarë dhe kam studiuar për gazetari. Pra gazetari investigative ka qenë gjithmonë ëndra ime. Dhe Piranjat ishte një mundësi shumë e mirë që mu dha dhe më pritën vërtet shumë mirë aty. Kështu që besoj që e tregova dhe aty veten që isha e zonja. Do doje ta vazhdoje si experience Piranjat? Për momentin jemi në një pauzë, por me thënë të drejtën e vetmja gjë që më shqetëson tani, fakti është që jam bërë mami dhe tek Piranjat i ndeshesh me shumë tema që të prekin dhe të drithërojnë shpirtin, sidomos me fëmijët dhe me çështjet e pedofilëve dhe manjakëve. Po. Dhe nuk e di a do jem me Dhe aftë që të përballoje mbyll dot. një temë investigimi të tillë dhe të vit flen darkë dhe të përqafoj vajzën time. Po ju i bëni vetë këto investigimet, pra Po, ti e po, ndiqe po, vetë po. të gjithë situatën Do të edhe ta ruash manjakun. me ditë, do ta ndjekësh, do mundohesh ta përballesh. Ka të shumë raste që ti duhet të ruash rolin e viktimës, që ta fusësh në gratë Në dhe kurth. në Po, a kurth. ka pasur ndonjë histori që ndoshta të ka afektuar më së shumti ose diçka të cilën ndoshta edhe nuk ka dalë fare në ekran? Po, ka pas shumë dhe raste që nuk kanë dalë. Pra ka qenë Mund një ta temë, tregosh kam një qenë histori? kam qenë shtatzan. Atë periudhë nuk e di akoma që isha shtatzan. Dhe kemi pasur një temë që ishte shfrytëzimi i postit në detyrë. Okej. E kam ndjekur, kam folur, e kam investiguar dhe arrita që t'i kapja në derë të hotelit. Në momentin që shkoj tek makina, personazhi niset dhe më tërheq zvarr me makinë. Jo. Largohet, u thyen kamerat, u thyen mikrofonet dhe nuk patëm mundësi që të transmetonin transmetonin. gjë. Materiali u Jo. humb, materiali i filmuar. Po sepse u thyen mjetet. gjitha pajisjet. Dhe ti ndërkohë ishe në etapat e para të shtazzanisë. Po, isha 2 muaj Kur ai që të shtatzan dhe tërhoqi akoma nuk e zvarr. kisha kuptuar. Pa ju ka ndodhur që për shembull edhe t'ju kërcënojnë? Patjetër, kjo është më se normale, kërcënimet janë Kështu bukur. Por ka ngel në kuadrin e mesazheve dhe nuk është bërë asgjë konkrete. Jo, nga kërcënimet. personazhi u arrestua sepse ne kishim ndihmën e policisë, që nuk mundëm ta kishim të Po, të dokumentuar. Absolutisht për të përgëzuar dhe një duartërgjitje shumë e madhe që dhe në atë gjendje që ti ishe prap ja doli që të bëjë Kjo një ka qenë investigim të tillë. arsyeja, me thënë të drejtën, që unë nga temat e investigimit kalova në kamerat e fshehta, pastaj dhe solla një diçka tjetër ndryshe dhe Dhe fare. më fani, po, e vërtet. Ndërkohë Mikela, un kam përgatitur disa personazhe, të cilat do t'i vendos përballë njëri tjetrit
Dhe ti duhet të zgjedhësh. Sigurisht mund ta japësh ndonjë arsye pse zgjedh njërin apo tjetrin. Zgjedhje për Për arsye personale. Kush të pëlqen më shumë ty? Do e kuptosh nga dyshet që do të vendosen. Megi Pojani apo Bora Zemani? O, të dyja e kam shumë të Apo një tani një. Zgjedhë një. Okej, për momentin po zgjedh Megi Pojanin, Borën e dua shumë fort se kam punuar me të në kohën e përputhen, por Megi më pëlqen se është shumë spontane dhe shumë energjike. Okej. Kiara Tito apo Olta Gixhari? Kiara Tito diskutohet, e kam i keshën e zemrës. Florian Binaj apo Dojna Mema? Këtu Dojna. Flori. Fation Kuqari apo Mevlan Çaba? Fationi është Dhe fundit, Lediona Xheladinaj apo Ilnisa Agolli? Lediona Xheladinaj. Pse Lediona dhe jo Ilnisa? Më pëlqeu shumë fakti kur Lediona ishte në Big dhe u hodhën portalet, filluan gjithë që i mora vendin e punës, që ngeli pa punë për shkakun tim, me gjitha merat e mori me shumë sportivitet dhe sa shihemi kemi një raport shumë të mirë me njëra tjetrën. Nuk është se të mori nap. Jo, fare. Përkundrazi dhe më ka përgëzuar shumë kur ka parë emisionin. Por ndërkohë ishte e vërtet që ti more vendin e punës Ledionës apo A se i bën ofertën? Çfarë ka ajo që Lediona do hynte në Big? Super. Mikela, tani kemi një lojë ku përfshin një gjë të kuqe dhe jo, nuk është Kostiani. Për momentin mendova se më erdhi, ja kupton Është ky edhe. butoni i kuq këtu, të cilin ti do e marrësh në dorë dhe duhet të shtypësh butonin përpara se ti përgjigjesh pyetjeve. Kështu që duhet të jetë gjëja e parë që të vjen në mendje. Pra janë pyetje rrufe. Okej. Filloj. Me të tim tha. Po, në qoftë se do të shikoje një program televiziv për gjithë jetën, cili do ishte? Shpejt. Kuklat e aurës. Profesioni që do bëje në një univers paralel. Televizioni patjetër. Edhe në një univers paralel? Kush ka qenë krashi i parë nga djemtë e famshëm shqiptar? Shqiptar, s'kam pas asnjë shqiptar, po S'ka qenë Alban Skëndere? mund të them një të huaj, ka qenë një aktor, William Levy. William Levy. dashuria e treqerekut të Klopit? Soy Kostrumbrada de ti. Filloj. Vazhdo. Pyetja tjetër, cilës nga vajzat e përputhen s'do i flisje më kur? Asaj që nuk i flas. Efit. Efit. Okej. Cila është një fjalë që i thërret bashkëshortit me përkëdheli? Bebush. Nëse Iliri, Luizi, Egla, Gjesti do ishin në një Big Brother All Stars, kush do e fitonte? Luizi. Cili është një vestë që ti e ke, por nuk e hiq dot? Kam shumë. Një nga ato? Thojnë që estetisja ime më bën namin gjithmonë. A ke bërë ndonjëherë sherr fizik me dikë? Edhe Ishte po. Edhe mediatikisht. Cila është gjëja më e frikshme që ke bërë? Apo ky sherrri? Gjëja më e frikshme. Më guximshme, më. Po. Kam hyrë për vutë. Nuk është penduar, por e konsideron më të rrezikshme. Dhe pyetja fundit, pjesa e preferuar në trupin e burrit. Tatuazhet. Cili tatuazh? Gjitha. Super. Në rregull, ja kalove me sukses. Tani mund ta vendosim butonin këtu sepse nga një gjë e kuqe do kalojmë te një gjë tjetër e kuqe. Po një gjë që është përvoluese. Nuk e di si je me këto gjërat pikante. Nuk e ha fare. Dhe pikërisht ne për këtë arsye kemi si kaliente. Pikërisht për këtë arsye. Në atë tastin aty janë disa pyetje, të cilat ti ose do vendosësh të përgjigjesh ose. Në vend të Andresës jam unë që i Prisja që rrotulloj. tishit pak më të këqij me Po mua. prisë tani. Kanista koma. Tani digjet sterja. Ose duhet përgjigjesh ose duhet të hash specin të cilën duhet ta lyesh me tabasco. Sepse jemi sezon i ri dhe kemi shtuar gjëra të reja. Se o digjen për valorin të ftuarit, o ky emision dështon. Tani duhet i marr vet. Po, kemi një ambulancë te dera që na pret në rast se Unë përgjigjem, kështu që thuaj emrin e një personazhi të njohur që të ha bukën ose ha specin. O buk o spec. Kush ta ha bukën Mikela? Ka nuk e duron dot.
që më ha bukën. Bukën s'ma ha dot njëri, sepse Në thonjza. që nuk e duroj dot ato që kam hequr nga Instagrami. Efin. Thjesht dua të shoh më. Nuk i përmend as emrin. E kuptojmë. Kalojmë te qartë, absolutisht. Tjetra, duhet i lexojmë të gjitha këto? Të gjitha. Është mandatore. Cila është pagesa më e lartë që ke marrë gjatë punës në televizion ose në bashkëpunim në rrjetet tua sociale? Duhet ta them fiks shifrën? Po Afërsisht, tani po iku nei 50 Se nuk cent. shtove një se nuk Bëj shtovi 20% zbritje pa aq, kaq. 4.000. 4.000 euro. Okej. Dukshëm gënjeu, po. Është okej. Ishte bashkëpunim apo rrogë mujore? Bashkëpunim. Okej, një bashkëpunim. Rrogat e televizionit zemra i diti si janë? Le të flasim për to. Le të flasim për to. Megli ti pse qesh? Rendit vajzat e përputhen nga ato që të pëlqejnë më shumë tek ajo më pak. Shqipe, Efi, Tea, Melisa, Alba Pollozhane. Do nis me Melisën. Në vend të parë. Po. Tea, Shqipe, Efi, Alba Pollozhane. Okej. Alba Alba ka ha më shumë bukën se Efi? Jo, nuk ka lidhje, thjesht nuk është se e njoh dhe nuk kisha ndonjë preferencë kur e pash tek një reality që ishte. Nuk të pëlqeu. Tani u aludua se aty pati marrëdhënie seksuale, ti pe gjë nga lupa jote? Nuk kam qenë aq e vëmendshme sa të rria të shifja, thjesht më dilen rrjetet sociale, Pa. nuk kem parë në një punë. Pa nuk e quan Albën të guximshme, çfarë nuk të pëlqeu te ajo, domethënë. Thjesht nuk më pëlqen si personazh, pra për shembull mbaj mend një skenë që u bë shumë virale që shkonte i tërhiqte organin limit. Për mua ishte shumë e tepër. Shumë Gjak e kur e tepër. shef skenën vë ngreshi organin, çfarë ka kuptoj. bërë. Po në Big Brother a ka ndodhur që bën marrëdhënie seksuale? Po e kanë thënë ato që e kanë bërë. Po mira, nëse ti e di them. Gjatë kohës që isha unë, jo, nuk Ah, kam okay. parë, nuk kam dëgjuar gjë. Pra Christmas ka pasur. Si guxon ta bësh përpara një nëne single. Po është si Pikëri. Po ishte Valbona atë edicion, pra edicioni kësaj ka qenë Valbona. Zguxon të njëri të bën të zot Valbonës. Surprizë. Kjo nuk është pyetje për dënim. Të theu treguam shumë të mirë me ty. Ta thash pritet Merr në do të telefon dhe thuaj që të kanë shkruar e të kanë parë burrin tënd me një bjonde, bëj si histerike dhe as speci nuk do e haj kurrë këtë gjë. Po ti provoje, tregon zërë se ky është një audicion për Oscar, për E di, aktore. Mikela, e di çfarë po i thoja kur po bënim të dënimin, i thash, ishim në një festë dhe ishin të dy bashkë, të dashuruar dhe gjithkohës të përqafuar, edhe e ndjeja që nuk do ta besoj. Nuk do ta besoj se unë nuk jam fare xheloze. Nuk je xheloze? Për momentin aktualisht të ka nis një foto. Një vajzë në Ty Instagram. t'kan ardhur prova, dhe tani ti do ti i thuash, do bëj kush është xheloze. kjo bjonda që Ai të kam është në parë te punë Mr. tani. Shiri? Në kafe. Ai është në punë tani. Ai ndërkohë tu i ngul Por gjithë në tradhia nuk e pret fyra. punën. Urojt mos e hapi. Puna pret, tradhia nuk pret. Tradhia nuk pret e vërtet. Do jemi viva voce ta bëjmë. Bjonde dhe po me lesh E të doni dhe me verdha. viva Po voce. për ta dëgjojmë është çështja. Ta sjellim çurin e huaj deri në këtë pikë. Alo, Mos fol. çfarë po bën? Po punoj. Je në punë? Ore, më kanë çuar një foto tënde me një bjonde, me kë jeti? Ma që ta shoh. Është njëra, pra njëra me flokë gjata, ka çurrela dhe dukeni shumë afër. Jo, Ku jeti njërë? Je sigur që jete puna? po të puna. Si? Nuk të dëgjova. Nuk të dëgjova që më the. Të puna, jam bëjt fala fatosi. Na dështoj me sukses. Të fala kese nga unë thuaj. Mos më shqyej të lutem. Po ti jo burr Po ndalon. dhe ti Do ta more. shije, do ta shije. Ndalon njeriu. E po nuk e hëngër fare domethënë. Më pëlqen shumë ardhmë. Unë jam një person që i them të gjithë kohës që shoqet e mia ma ka vënë në dukje që i them dil pak me shoqërinë. Shko Ti thua knaqu. burrit dil? Ne, shiko, kemi një gjë të keqe që kemi të njëjtin grup shoqëror.
Dhe kur do dalim veç e veç, kur do dalim me shoqërinë që mos jemi bashkë, del njëri del ai, njëri dal unë. Po me tjetër grup, por kam gul gjithmonë që duhet dali dhe pa mua, ti edhe vetëm targetohet. Kam shumë besim dhe ka shumë besim. E dëgjuat gra. Po ka një gjë që ju debatoni për shembull. Për punë të shtëpisë. Ti do të bësh punë. I vërtet ti atje Po, apo ai ty? unë aty. Domethënë ka një gjë që mua më streson gjithë edhe nervin e fundit të trurit. Kur ai bën dush, lahet e gjithë banjo. Domethënë bëhet plazh aty brenda. Edhe ti shkon e tham? I relate. Apo e tham Tani vet? ka filluar, mbasi ka lindur Rau, ka filluar ta thaj vet. Kush e di çfarë ke bërë ti? Po lejmë. Mikela, ti ke thënë që burrin e ke pas shok si fillim dhe më pas kaloi marrëdhënia në romantike. A është kjo një formulë që funksionon? A duhet ta përdorim dhe ne? Se ka disa formula, pra, nga shok në të dashur, nga të dashur, nga haters në të dashur. Mua më ka interesuar, por nëse ndodh kjo, nuk mund të ndodhi ajo gjë që thon gjithë femrat, që burrit nuk i tregojnë të gjitha. Unë duhet t'ja tregoj të gjitha se xhai di, nuk ka të shem. S'mund t'i thuash që ka qenë vetëm Dhe më zbër dhe vetë që pa ndodhi një gjë është personi i parë që e merr vesh që duhet i marr një mendim që diskutoj gjërat. Po kurioziteti im është kur jeni takuar për herë të parë si shok dhe rrugës ka ardhur kjo ndjenja romantike, si ka mundësi që nuk e keni pasur që në momentin e parë, po ka ardhur rrugës? Se kur e mi njofur, unë nuk shifja të, kisha sy. Dhe ai gjithashtu. Okej. Super. Po ke thënë dhe që gjatë kohës që qëndrove në Big, distanca me të bëri të kuptoj që mund ta kishe më shumë se ti do ta hapin barkun, ti themi të tëra këtu. me tani nisëm barkun jo, po ta më thin edhe mund ta hapin. Para Bigut ne kemi qenë friends with benefits. Kjo po që është një lajm, faleminderit. Por e kishit bërë me Faleminderit Nikela Pupa. E kishit bërë me fakt që s'do kishte asgjë serioze mes jush? Nuk kishim bërë një pakt, por ishte në ujëra të tilla, duke qenë që ishim njohur ashtu dhe bënim më shumë qef bashkë, vetëm dilnim dhe ishim secili në shtëpi vetë rehat. Kur hyra në Big pastaj, i thash para se të hyja që shikoj jetën tënde, unë nuk e di se si do shkoj kjo eksperiencë, çfarë do ndodhi. Duat mbetemi prap miq, ashtu siç ishim, dhe mendoja çdo ditë motër. Ku është, me kë është, kë ka njoft. Si po ishit vetëm shok. Të mungonte. Sa dole i propozova vet pastaj. Në gjunjë? Jo, në gjuhën. Jo, pra se tha Ka unaz akoma. Ke unaz. Thjesht i thash që merri rroba dhe hajde në shtëpi time. Mos e zgjat më. Po, seksualisht ashtu. Edhe ai tha po. A je ti më dominante? Më tha më. Dominante ku? Dominante në marrëdhënie, po më lare ta mbaroj drejt. A je ti më dominante apo ndoshta Shiko, si i keni kemi balancuar këtë? ndar territoret. Ku jam unë dhe ku është ai? Jemi të dy dominantë. Kuzhinë. Në kuzhina, në dhomën e ndonë. Në kuzhinë në shtëpi. Po territoria ti? Kur isha shtatzan diskutonim shumë këtë termin që nëse do duhet bënim policinë e mirë dhe policinë e keq me vajzën, si do ecë te gjëja. Dhe më tha, po tha ti do ta përgëdhelësh gjithkohë se do jesh mamë, tha, dhe unë do i tërheq vëmendjen në gjërat që duhet. Dhe sa po lindi, e mori, tha ti mund të bësh ç'të duash, më bëj ç'të duash, nuk kam problemi ta. Prit se ti je keq. Nuk e bënte dot të keqe. Nuk e bënte dot. Dhe je ti e keqa tani? E keqja, nuk mund të them, por nuk më merr seriozisht. Pra dhe në sa video që un kam hedhur, kam një shprehje që abi ta ngriva mishin dhe ajo qesh. Dhe duket loja e preferuar por un jam me nerva. Elaston babaje me shumë mundësi, e? Të dy elaston, sidomos gjyshi dhe nëna njerë që Ndonjë plan në të ardhmen për një fëmijë tjetër apo? dalje si në fabrikë. Apo do të përkushtohesh Por që gjyshi televizion? u dobëson. Mirë fëmijën, po në ndonjë projekt televiziv do të shohim së shpejti? Mos do të vit ju marr këtu vendin e punës. Nëse do më duhet të heshi njëri absolutisht, mund të vish. Apo do të veshur dhe njësoj. Kam patjetër shumë plane, por asgjë fiktive akoma. Ekrani është vendi im, siç e thash, dhe në një dimension tjetër do isha po prap në ekran e dëshiroj ekranin, kështu patjetër do vi me diçka. Ej, Po super. ekrani momentalisht të pëlqen? Kush është në këtë sezon? Jo. Goca dhe gra për shembull, sa po filloi? Të pëlqeu paneli i ri? Se kam parë, të them drejtën, emisionin, kam shumë gjanë Sherinë, kështu që jam shumë kurioze dhe do ta shoh se si do duket. Po pse thua jo, nuk më pëlqen televizioni? Sepse është bërë o zot.
Çfarë ka ndryshuar nga ana? Mjafton që ti është një personazh që shet në rrjetet sociale dhe të hapet një hapësirë në televizion, se çfarë ti nxjerr nga goja, se atë ditë flasësh, se sa e artikuluar je, nuk ka fare rëndësi. Rëndësi ka që ti të dukesh bukur dhe të shesësh. Kush është një nga këto personazhe që Nuk do përmend emra tash se ti mbarova letra. që nuk e përfshira këtë pyetje. Le ta thash. Thuaja të thash. Jo, më the. Nuk thot Mikela. Pikërisht për goca dhe gra, për shembull erdhi një vorbull shumë e madhe komentesh pikërisht për Sherinën, për faktin që ajo vinte nga TikToku, nga një mommy influencer në një televizion dhe në një panel grash pa një eksperiencë. Por Sherina është shumë e përgatitur, pra edhe në artikulim dhe në elegancën që ka dhe në mënyrën e të shprehurit. Nuk ka nevojë që ti flasësh gjithkohës me kufjet e veshit se çfarë duhet thuash. Okej. Pra. Kështu që mbetet për të parë se si do shkojë ky po. edicion me Sherinën. Mikela, gjë të fundit ke për të thënë? Ishit shumë të Përpara se mirë. Ishit shumë të Para se të mirë. themi ne të fundit tona. Ishit shumë të mirë dhe jam shumë e lumtur që u riktheva tek ju. Faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe ne të urojmë suksese kurdo që ti të rikthesh në televizion. Faleminderit. Ishte shumë e mirë. Ndërkohë ne Mirë, do shihemi të premten tjetër në 8:00 në Andale, si gjithmonë, apo jo? Gjë tjetër, s'na ka ngelur. Jo, Jo. na ngelet një gjë shumë e rëndësishme për të thënë, sepse ne për çdo gjë themi What the fuck?